shembull Hudhaifa ibn Yaman, thot një natë kam shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjeta duke fal namaz natë. U lidha pas tij. Thot filloj me lexu surën Al-Baqara. Kur arriti te ajeti 100 mendova se kam ndërprer. Thot vazhdoi derisa e përfundoi. Pastaj thot filloj me lexu surën Nisa. Vazhdoi derisa e përfundoi. Pastaj thot filloj me lexu surën Ali Imran, edhe këta përfundojnë deri në fund, pastaj shkoi në ruku. Pra shikone se si e ka adhuru Muhamedi alayhis salam Allahun subhanahu wa taala. Kjo don të thotë se çfarë frike ka pas ndaj Allahut azza wa jall. Me një rekat namaz nafile natës, Muhamedi alayhis salam e ka lexuar suratul Baqara, suratul Nisa, edhe suratu Ali Imran, edhe kur e ka pyet Aisha gruaja vet, o i dërguari i Allahut, pse po e lodh veten tane kaq shumë? Kur Allah azza wa jall ti ka fal të kaluara dhe të ardhmet mëkatet, çka thot? Afala yakunu abdan shakura, a mos t'jem rob falëndërues, që ta falenderoj Allahun azza wa jall, që kjo mësim për neve dhe kështuna, Allahun azza wa jall duhet të adhurojmë. E di si o vështirë për neve që mi lexu këta 3 sure me një rekat, mirë po kena mundësi disa sure edhe ma shkurtra, edhe ma të vogla qoftë ata të cilën e dinë, e cila është më e shkurta, më ngrit për hir të Allahut azza wa jall. Qoftë edhe të suret e fundit që i din të Kuranit, mi lexue një pas një me një rekat, që të bëhemi rob falëndërues ndaj Allahut azza wa jall, që të bëhemi rob me këtë që Allahu na shkruan, që shumë e përmendni Allahun azza wa jall, edhe kjo është një argument që kemi frikë Allahun shumë subhanahu wa taala.